Kryeministri në detyrë dhe njëkohësisht kandidat për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, realizoi së fundmi një video ku fliste për luftimin e korrupsionit, por jo jashtë me qytetarët apo me zyrtarët e tij shtetëror që punojnë në këtë kuadro, po shihej teksa deklarohej nga zyra e mbyllur e qeverisë pa askënd afër. Kurti, në kuadër të javës kundër korrupsionit, foli për luftimin që sipas tij i ka bërë qeveria e Kosovës në drejtimin e tij veprave super korruptive. Ai theksoi se kur VV-ja mori pushtetin 5 vite më parë, ishte ngritur një sistem për të mbrojtur e për të mos lejuar pasurimin e zyrtarëve të korruptuar. Sipas Kurtit, qeveria e tij e ka çmontuar atë sistem korruptiv përmes ndryshimeve ligjore, duke theksuar se e kanë qartësuar mandatin e agjencisë për parandalimin e korrupsionit dhe se brenda këtyre 5 viteve kanë miratuar 2 herë ligjin për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së paluajtshme. Si rezultat, në këto 5 vite jemi përmirësuar për 31 vende në indeksin kundër korrupsionit, ose për 6 vende çdo vit. Korrupsioni dhe krimi janë të ndërlidhur. Zyrtarët e korruptuar jo vetëm që nuk e ndalojnë, por e mundsojnë krimin. Ajo shpreh se qeveria e tij ka mbyllur veprat super korruptive të qeverive të kaluara, duke theksuar se paratë e humbura i kanë takuar shtetit. Kurti theksoi se ngritja e ekonomisë mbi 70% brenda 5 viteve është treguesi më i mirë i luftimit të korrupsionit. Teksa fliste për korrupsionin e qeverive të kaluara, Kurti nuk përmendi fare aktin se shumë ministra e zyrtarët e tij vazhdojnë të hetohen pikërisht për vepra korruptive, e se ky i fundit nuk u paraqit për të dëshmuar pikërisht për një rast të tillë. Tutje, Kurti në videomesazhin e tij u shpreh duke thënë se kur ekonomisë i largohet korrupsioni dhe krimi, atëherë shlirohet potenciali dhe ekonomia rritet. Si rezultat i veprimeve tona, papunësia nga 26% ra në më pak se 11%. Ekonomia u ngrit nga 7 në 12 miliard euro. Buxheti i shtetit u rrit nga 2.4 miliard në 4 miliard euro. Ku Kurti tha se do të sigurohen që gjyqtarët dhe prokurorët përdorin sistemin elektronik për ndarjen e lëndeve në mënyrë që të ndalohet përfundimisht abuzimi në trajtim lëndësh e në vendimarrje, dhe që çdo qytetar të di se çfarë ka ndodhur në lëndën e tij në sistem. Kjo gjë sipas tij do të ndihmojë në vendimarrjen e Këshillit Gjyqësor Prokurorial, në disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kurti deklaroi se korrupsioni ka qenë shumë më i pranishëm më parë, por nuk luftohej, sepse shteti ishte i kapur. Ndërkaq, në postimin e Albin Kurtit kundër korrupsionit, disa nga komentuesit nuk janë pajtuar me aq ka flitet në videomesazh. Madje shumë prej komentuesve zgjodhen që t'ia bëjnë me dije Kurtit se në fakt ai do duhej të paraqitej në prokurori e të deklarojë pikërisht për një çështje të rëndësishme në të cilën po bëhen hetimet për rezervat shtetërore. Hetim voluminoz me rreth 200 faqe aktakuzë të ngritur ndaj ministres Rozeta Hajdari dhe 2 zyrtarëve të tjerë. Njëri nga komentuesit ishte shprehur duke thënë se po qysh marr korrupsioni, kur ti po frikohesh me shku me dëshmu në prokurori për rezervat shtetërore. A nuk janë që ata deputet të VV-s që janë me akt akuza për korrupsion? Turp. E disa të tjerë janë shprehur se lufta kundër korrupsionit nënkupton luftën kundër VV-s, sepse skandalet më të mëdha që kanë ndodhur pas luftës janë të saj. Kurti u porosi që të merret më tepër me njerëzit e tij brenda VV-s dhe qeverisë që ai po drejton ende në detyrë. Derisa prokuroria speciale vazhdon të hetojë shumë prej zyrtarëve tanë në vend, duket se Kurti po vazhdon të flas para qytetarëve se sipas tij po e luftojnë korrupsionin e krijuar nga ish drejtuesit më parë.